Zhej, nuk duhet të harrojmë që ai ishte njëri që po paguhet për të ardhur në Shqipëri. Dhe askush nuk e mohon, përfshi dhe zotin Berisha, se është paguar dhe po paguhet për këtë proces. Dhe e vetëm ajo që na fshihet është sa është paguar. Dhe si njëri që flet pasi paguhet, nuk vlen që të shohim përtej tij Donald Trumpin. Pra nuk mund të jesh edhe i shpallur non grata nga qeveria e Trumpit, të jesh akoma i përcaktuar si i tillë dhe të thuash që ka malat këshilltarin e Trumpit. Vetë Civita nuk e ka bërë ndonjëherë të flasë në emër të Trumpit, dhe as marr angazhime që mund t'i përmirësoj diçka Berishës në raport me Amerikën. Ama po, ai demokratëve ju shet shpresë, zoti Berisha e marketon këtë, por është i vetme parti politike që unë mbaj mend sa kam unë memorie politike që nxjerr këshilltarin në podium. Ne nuk e kemi Civitan kandidat për kryeministër. Nuk është një pesë çfarë do. Po, por kur ti mbaroj kontratë do t'i ikin Amerikë. Ai ka gati në general, nuk është një tetar, një rester. Zhej, të lutem, po të djosh fjalimet, unë realisht nuk shoh asgjë strategjike në çfarë ai përcjellet çfarë thot. Gjuha anglosaksone është e thjeshtë, ne kemi letësim më të zhvilluar. Përpos kësaj, ai është njëri që kur të mbaroj kontrata do t'i dhe nuk e kemi atë kandidat për kryeministër. Ne nuk mund të ndërtojmë një diskurs elektoral mbi të dhe për të, sepse nuk dim për sa kohë ishte në Shqipëri dhe çfarë përgjegjësish merr. Në qoftë se zoti Berisha pas kësaj marrëdhënie financiare paraelektorale ka shpresë që më mbrapa mund të sjellë diçka në raport me non gratën, kjo është një gjë tjetër, po është një gjë që për momentin nuk faktohet nga asnjë qendrim zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra nuk përputhet ajo çfarë shpresojnë demokratët me çfarë Amerika në të vërtetë ka bërë këto muaj nga janari e tutje, nuk ka ndryshuar asgjë për zotin Berisha.